Nëse flasëm për pjesë klinike, dhe definojmë ato për shembull ankth, depresion, ose problemet me personalitet, ose problemet psikotike, atëherë normal që është ankthi problemi serioz që na e kemi. Është pjesa më e madhe se më e shpjegojmë në mënyrë shpeshta. më të thjeshtë ta kuptojmë ne çka është ankthi. Ankthi nuk po flasim për shëgullimet e ankthit, sepse nëse se flasim për shëgullimet e ankthit, janë simptoma të cilat i përcjellni për 2 vjet, pastaj shkojnë me një diagnozë. Ankth na e quajnë çdo situatë dhe çdo ndjenjë që është e çuditshme për neve. Ndjenja tona të mbrëmshme që janë të çuditshme në këtë rast, për shembull menimet se unë po ndodh diçka me mua, menimet që unë mu usmu, mendimet që Po me vdek, po friksohet. në realitet ankthi lidhet shumë me ekzistencën. Ekzistoj, se ekzistoj, nëse ekzistoj, çfarë kuptimi ka ekzistenca për mua, gjithherë lidhet me atë pjesën e ekzistencës. Mirë po, si simptoma normal që paraqiten në mjegull para syve tonë, në zonjët frymës, rrohet shpeshta zemrës, që janë më të zakonshme. Mirë po, najherë janë edhe simptomat somatike, na i thojna, janë ndjenja në trup, për shembull dhimbjet e lukthit, që mundën mu lidh shpesh me problemin e ankthit, pastaj dhimbjet e kokës, dhimbjet e syve, janë dhimbje nëpër trup, të cilat paraqiten, që në realitet nëse ato nuk kanë, sepse nuk kanë një faktor organik, se pjesa organike gjithherë duhet më eliminu. Shumë nëse flasëm për rrohet e shpejta të zemrës, është shumë mirë që na me eliminu atë pjesë dhe mos me ka një problem organik. Mirë po shumica rasteve që vijnë, nuk e kanë vizitu kardiologun ose internistin edhe me pyet për këtë pjesë. Kështu që vijnë dhe thonë që unë kam probleme me zemrën dhe problemet e zemrës janë këto. Kështu që kjo i bjen në atë pjesën, thjesht ankthi, janë ndjenja të çuditshme të cilat janë të mbrëmshme. Shiko tash, ankthi dallon shumë prej frikës. Na frikë i thojmë kur kemi një objekt jashtëm i cili na kërcënon neve. Mirë po, ankthi thojmë që ato ndjenja të mbrëmshme që nuk kemi një ngacmues të jashtëm i cili po e ban me që unë me unë gjallë çdo ndjenja të çuditshme dhe nuk e di pse po vinë, ose nuk e di pse po quhen. Shikom, shumë mëti, kur u kanë shëndeti mendor në fillimet e veta, u kanë mirë sepse na i kena pas veç 2 diagnoza. Kena pas psikozën dhe kemi pas neurozën. Kështu që ose e kanë psikotik, ose e kanë neurotik. Mirë po me zhvillimin e hapshëm të shkencave dhe teknologjisë në përgjithësi, tash kjo është përzi dhe na kemi shumë diagnoza. Kjo është në realitet najherë diagnoza, se me pas ankth, çka do që është, kjo është e mirë ose është përfituese për profesionistë të shëndetit mendor. Por nuk është për klientat tonë. Sepse për neve kjo është në një farë mënyrë me letu punën tonë, sepse na kem gjuha që flasim me njëri tjetrin, që identifikojmë një problem, që kategorizojmë